edhe merë doktori mas nej me vedi e tha, apo dënë me pështu kamën a kokën. Doktori një tha, koma pa kokë nuk të vynë kur gjë, kështu që do të me ta amputu kamën. E kisha mamin jashtë, dhe që jem ka... Falë veç pak. E di që e ki zërë? Shumë dhe valë. Ekstrem shumë. Ka hekë shumë, e me mu ka shëre edhe të në një vetëm vajtur shumë. Që e përjetë edhe këtë senë. E vishë sa dulë për spitalit e prunën familjarët aty, tash ku me di që e mera ja këtë lajmë, aty më ka shku menja edhe të qika me njerë. Se për vetës, sinqerisht, aj zoti, ma dhe më ka sprovua, vetën se së më do këtë kur gjë, wow. Si më ka litje më E i thanë edhe asaj? Edhe i thanë edhe asaj, më në nëshkru, kjo dhe daja aty. Edhe kish më shumë ofër zemrës keq. Të që mos për bjenaj farë infrakti anaj. Po, falë zotit i thash doktore që thuj pranoj Amiri pa asni hezitim, po. Edhe mos të bëhet marak edhe kallëzoj që tash të ndollë protezat e në përdin i shku një kishtë tonë që të mamë tani një kishtë kallëzu doktore që mos s'ki nevoja, përdin shu që pështaj djali, tash të protezat që ndollë, ka me ecë ma mirë se sa me atë kom që e ka posë. Shumë ma letë po thonë që do t'a kesh me protezë se sa me komën e smutë që ki pa. Qashtu më kanë thonë edhe aty në përgjatëm se thash më konë me vedije se s'kanë guzohë më ndonë kësi anestezion përgjithshëm. Vish kështu shokët e poshtë më konë impit. Gjatë operacion, dhe me thonë gjatë amputimit të komës, më thëshën që ki me ecë ma mirë me protezë se sa me këtë komë. Tani kur dola prej sallësh, që më dollë të kesh,